إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vëllezër dhe motra të nderuara, ligjëratën e fundit kemi fol për rëndësinë që ka zemra. Dhe kemi thënë se Allahu subhanahu wa taala e ka lidh rezultatin e njeriut në botën tjetër me këtë zemër. Pra, tha: "Yawma la yanfa'u malun wala banun", atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozitiv, vetëm ai që shkon tek Allah me një zemër të pastër. Allah subhanahu wa taala ka lidh këtu edhe ka përmend pasuri dhe familje, nuk do të thonë se gjëra tjera, siç llogaritet me fhume, siç njihet me fhume al-mukhalafa, nuk nënkuptohet se gjëra tjera të bëjnë dobi. Mirë, po njeriu në këtë botë më së shumti çka është i lidhur me familje dhe me pasuri. Kur këto dy gjëra nuk të bëjnë dobi, gjëra tjera ala ma hiç nuk të bëjnë dobi. Dhe zemra të nderuar vëllezër dhe motra ka sëmundje. Siç ka trupi sëmundje, ashtu ka edhe zemra sëmundje. Mirë, po për fat të keq, shumë pak njerëzit merren me sëmundjet e zemrës, më shumë merren me sëmundjet e trupit. Dhe ashtu siç trupi, pra fiziku njeriut, ka sistemin mbrojtës imunitar që ta mbrojnë nga sëmundjet, ashtu edhe zemra e ka sistemin mbrojtës imunitar. Sa më shumë që është i fortë pra imuniteti në zemër, aq më shumë edhe zemra i reziston sëmundjeve. Siç është pra në trup. Sa më shumë që trupi e ka të fortë imunitetin siç njihet në mjeksi, aq më pak e godasin këtë trup sëmundjet. Kështu është edhe me zemër. Zemra sa më shumë që është pra në të për shembull gjendet sinqeritet, që sinqeriteti është sistem imun kundër syefaqësisë. Pra sa më shumë që dominon në një zemër sinqeriteti, aq më pak do të dominojë syefaqësia. Sa më shumë që në zemër dominon përullësia, modestia, aq më pak do të dominojë mendjemallësia. Sa më shumë që në një zemër dominon pra të kënaqurit me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, aq më pak do të dominojë xhelozia dhe kështu me radhë. Pra e kundërta me të kundërtën. Sa më pak dominon sinqeriteti, aq më shumë do të dominojë pra syefaqësia. Sa më shumë që dominon mendjemallësia, aq më pak do të dominojë përullësia dhe kështu me radhë. Pra sistemi imunitar mbrojtës i zemrës janë punët apo veprat e zemrës. Shumica dietarëve, siç e kemi përmendur në ligjëratën e fundit, në librat e tyre, kur fillojnë me fol për veprat e zemrës, fillojnë me sinqeritetin. Dhe nuk ka dyshim se sinqeriteti ka një vlerë shumë të rëndësishme në zemrën e njeriut. Dhe sinqeritet do të thotë innal ikhlas huwa an yukhallisa al-abdu iradatahu min kulli ma siwa Allah taala. Ikhlas, pra sinqeritet, është që robi ta pastroj vullnetin apo dëshirën e tij nga gjithçka tjetër përveç Allahut. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Dhe ata nuk janë urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Ala lillahi dinul khalis", me të vërtet feja pra i takon Allahut, feja e pastër, feja e sinqert. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innamal a'malu binniyat", vërtet veprat janë sipas qëllimit. Faman kanat niyatuhu, pra kush ka një qëllim pra për Allahun subhanahu wa taala, ky do ta gjej këtë shpërblim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Çdo kush do ta marrë shpërblimin varësisht niyetit dhe qëllimit.
Femen kanat hijratuhu ila Allah, kush ban një një migrim, një hijret për Allahun apo çdo vepër tjetër, do ta gjej dhe e kundërta siç e njihni pra hadithin innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas qëllimit. Pra sinqeriteti ka shumë rëndësi tek njeriu. Sepse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith shumë të frikshëm na tregon se me 3 kategori njerëzish Allahu subhanahu wa taala do ta dhes zjarmin e xhehenemit. Dhe kur transmetonte këtë hadith Ebu Hurajra i binte të fikt. Po ashtu edhe Muawi ibn Abi Sufjan kur e transmetonte dhe ndëgjonte këtë hadith fillonte të qante dhe kështu me radhë. Hadithin gjithë e dim, pra i pari prej tyre është ai njeri që ka luftu dhe ka vdek. Dhe në ditë kiametit do t'i thohet, pra do thoj o Allah luftova për ty. Do t'i thohet kedhebt, po gënjen, ti luftove që të thuhet ty trim. Dhe ai njeri që jep do të thoj në ditë kiametit o Allah unë dhash për ty, do t'i thot po gënjen, ti dhave që të thuhet je dordhans, dhe e treta me lexuesin apo me dietarin, o Allah unë e shpërndava dhe lexova këtë dije pra Kur'anin dhe shpërndava këtë dije për ty, do t'i thotë kedheb, po gënjen, innama, dhe me thanë e ke vepru li yuqale laka alim, pra që të thohet për ty dietar dhe kështu me radhë. Pra, nëse nalemi pak me këtë hadith, këto janë 3 kategori njerëzish që më së shumti kanë dhënë në formën e jashtme për Allahun subhanahu wa taala. Njëri prej tyre ka dhënë jetën, tjetri ka dhënë pasurinë dhe tjetri e ka dhënë kohën. Pra gjërat më të shtrenjta, koha, jeta, pasuria. Mirë po, këto kanë pas një problem se këtë që e kanë bë, nuk e kanë bë dhe nuk kanë qenë të sinqertë për Allahun subhanahu wa taala dhe do të kenë Allahu na ruaj një përfundim të tmerrshëm. Për këtë Allahu thot në një hadith kutsi, ana aghna shuraka ani shirk. Unë jam më i pasuri dhe më i panevojshmi që të më bëhet mua ortakri në një vepër. Pra, nëse njeri niset me bën një vepër, Allahu subhanahu wa taala i drejtohet dhe i thot, unë nuk kam nevojë që në atë vepër që dhe mi ba, me mba mu ortakri apo shok, shirk. Men amila amelen, kush e bën një vepër, ashraka fihi ma'i, mirë po gjatë asaj vepre me shoqëron mua dhe dikën tjetër. E bën për Allahun pak, për njerëz pak, për me fol pak dhe shtu me radhë. Ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. E laj atë vepër dhe atë person që e ka vepru atë vepër. Pra, nuk ka dyshim se sinqeriteti është shumë i rëndësishëm dhe do të vinë në ligjëratat e ardhshme kur do të flasim për sinqeritetin. Mirë po, unë mendoj se është një vepër e zemrës që ka pak më rëndësi se sa sinqeriteti. Ajo është bindja. Siç e dim, imani i ka 6 kushte. Besimi në Allahun, në melajke, në pejgamber, në libra, pra në ditën e kiametit dhe në caktimin e tij. Besimi në Allahun ndahet në 3 pjesë. Besimi pra tauhid al-uluhiyya, tauhidi njëshmëria e adhurimit, njëshmëria tauhid ar-rububiyya, njëshmëria e krijimit dhe sundimit, dhe njëshmëria e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Kategoria e parë, njëshmëria e adhurimit, ndahet pra në 2 pjesë. Veprat e jashtme dhe veprat e brendshme. Tek veprat e brendshme pra janë veprat e zemrës. Pra ne jemi në këtë pjesë të këtë tip të uhidit, pra të uhidit të adhurimit, tek pjesë e brendshme, të veprat e brendshme të zemrës. Pse themi bindja? Ne gjithë dëshmojmë shahadetin dhe themi ashhadu an la ilaha illallah. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër, pra nëse e përkthejmë bukfalisht, dëshmojmë se nuk ka zot tjetër, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër, dëshmojmë se nuk i takon adhurimi me të drejtë përveç Allahut, pra janë disa kuptime. Mirë po në jetën tonë praktike, kur dëshmojmë, fillimisht neve kërkohet që ta shohim atë gjë. Pra nëse shkon me dhënë një dëshmi në një vend të caktuar, pyetja e parë të pyesin, a ke pa? Nëse nuk e ke pa, nuk të pranohet dëshmia. Mirë po, ne a shohim Allahun subhanahu wa taala, në këtë botë nuk shihet Allah subhanahu wa taala.
E lusim Allahun mos më na privu që ta shohim në ditën e Kiametit dhe në xhennet. Mirë, po në këtë botë Allahu subhanahu wa taala nuk shihet. Momentin që ne them eshhedu, dëshmojmë, pra ne e kemi pa Allahun mirë, po se kemi pa me sytë e ballit, por e kemi pa me sytë e zemrës. Pra me sytë e zemrës përmes mendimit dhe përmes meditimit. Pra përmes mendimit dhe meditimit ne e kemi pa dhe e kemi formu një bindje për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra e i qamtu fa shahad. Unë kam qenë i bindur në vërtetësinë, pra mos i kemi bë analiza, meditime në krijimin e njeriut, në krijimin e qiellit, tokës, universit dhe kështu me radhë, po ashtu mos i jemi ndalë duke meditu në krijimin e këtyre gjërave dhe duke mendu për islamin, për dispozitat, për shpalljen, për kështu me radhë, pra përmes mendimit dhe meditimit, zemra e ka fitu një bindje. Dhe si rezultat i kësaj, pastaj ne kemi dëshmu për vërtetësinë e kësaj gjaje. Dhe për ato Allahu subhanahu wa taala thot: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Innama, pra vërtet besimtar, pra është ai i cili ka besuar në Allahun dhe në ditën, pra në Allahun dhe në pejgamberin, thumma lam yartabu, nuk ka ndyshu. Momentin që tek njeriu ka dyshim, ky njeri pra nuk është ende besimtar. Pra sepse në endje në mbrendsinë e tij, në zemrën e tij ka dyshime për saktësinë, për vërtetësinë e Islamit, Kur'anit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë si do të vinë. Thot Allahu subhanahu wa taala duke u drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot: "Laqad kudhibat rusulu min qablik." Fasabaru ala ma kudhibu. Me të vërtet, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe para teje u përgënjështruan pejgamber, mirë po ato duruan, pra bën sabër në atë që u përgënjështruan, wa udhu, dhe u maltretuan, hatta atahum nasruna, deri në një moment që erdhi ndihma jon. Wala mubaddila li kalimatillah, atëherë nuk do të ketë askush nuk mund të ndryshojë vendimet e Allahut subhanahu wa taala. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin, pra ty tash ti i ke dëgjuar për ata të dërguar para teje që kanë ardhur. Shtrohet pyetja këtu, çka e bëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberët tjerë dhe shokët e tij dhe kështu me radhë, me bë sabër dhe me duru në ato sprova dhe në ato sfida që ata u ballafaquan. Pra ishte bindja. Gjithë e dim hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 13 vite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nguliti në zemrën e sahabëve bindjen se me atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vërtet. Pra, momentin që ata u bindën se atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vërtet, pastaj ata ishin të gatshëm të sakrifikojnë familjen, të sakrifikojnë fëmijët, të sakrifikojnë pasuritë, të sakrifikojnë vendin dhe të shkojnë prej në Mekë në Medinë. Pra, momentin që njeriu është i bindur në diçka, atëherë ai njeri është në gjendje të sakrifikojë çdo gjë si rezultat i asaj bindje. Po ashtu edhe Nuhi alayhis salam, thot Allahu kur e përshkruan thirrjen e Nuhit 950 vite dhe maltretimet që i pati, thot watlu alehim naba an-nuh, tregoju atyre lajmin e Nuhit. Idh qala li qaumihi, kur i tha popullit të vet, ja qaumi, o populli im, in kana kabura aleikum maqami, nëse thirrja dhe qëndrimi im mes jush, kabura aleikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah, dhe përkujtimi dhe thirrja ime në atë që më shpall mua, fa Allahi tawakkalt, pra tek Allahu une mbështeta, pra kishte bindjen e fortë. Fajmi'u amrakum wa shurakaakum, atëherë thot bani bashk ju dhe idhujt e juaj, pra thumma la yakun amrukum aleikum ghumme, pastaj vendosni se çka doni me bë me mua, thumma qdu ilay wala tunzurun, atëherë thot merrni vendim çka doni me vepru me mua dhe fare mos më jepni kohë. Siç e dim, tek populli Nuhit alayhis salam shumë pak janë përgjigj. Dhe Nuhi alayhis salam
nuk jo ka thirrë veç popullin e vet, po gjithë pra ka thirrë gjithë rrezullin toksor, nëse mund të themi kushtimisht. Sepse kur erdhi dënimi, i kaploi të gjithë vetëm ato që i besuan Nuhit alayhis salam. Wa ma amana ma'hu ila qalil. Dhe me Nuhin nuk besoi vetëm se një grup i vogël. Pra, ajo që e bani Nuhin të sakrifikojë maltretimet, të llogaritet si i çmendun, wa qalu majnunun wazdujir, i than i çmendur, pra e maltretuan dhe kështu me radh, ajo që e bani Nuhin të sakrifikojë dhe çdo pejgamber tjetër dhe çdo njeri që i ndihmonte dhe i pasonte pejgambert ishte bindja. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ya'ti ala nasi zaman, do të vijë një kohë tek njerëzit. As-sabiru fihim ala dinihi, të bash durim në praktikimin e fesë, kel qabidi ala al-jamri, thot do t'jesh sikur ta mbash gacën në dorë. Ajo që e ndihmon që njeriu në atë kohë që rrethojnë sfidat ta praktikoj fen është bindja e fortë. Pra, siç e dim të nderuar vëllezër, sot ndodhen shumë lufta kundër islamit. Sot ndodhen shumë lufta kundër ideologjive të ndryshme, pra mes sekularizmit dhe islamit, mes liberalizmit dhe islamit. Orientalistat mundohen me shti dyshime në fenë Allahut subhanahu wa taala, tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek transmetues të haditheve, se momentin që shtin dyshime të transmetues bin hadithet, momentin që bin hadithet, pra ka pasoja dhe kështu me radhë, mundojnë të shtin dyshime të gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sot lufta që bëhet është luftë bindje. Momentin që një njeri është i bindur se me atë që ka ardhur, pra me atë që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, Kur'ani, dhe me atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur është hak dhe është e vërtet, është në gjendje, pra mundet mi rezistu dhe mundet mi ballafaqu ndaj çdo lloj thirrje, pa marrë parasysh nëse ajo ngjyroset dhe zbukurohet, ndaj çdo lloj ideologjie dhe kështu me radhë. Momentin që njeriu ka dyshim dhe nuk është shumë i bindur në atë çka ka ardhur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtet, çdo thirrje, çdo fitnë dhe çdo me radhë, ky person pra fillon dhe dyshon. Tash varësisht se sa ka bindjen, ajo do të ndikojë. Dhe varësisht se sa forcohet dyshimi ndaj asaj që ka ardhur Allahu dhe pra çka ka zbritur Allahu dhe çka ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtë ky person pra dobësohet kjo gjë dhe forcohet e kundërta, qoftë një ideologji, dikush më thon se demokracia është më e mirë se Islami, sepse jep drejt burrit apo jep drejt gruas apo i kanë drejta të barabarta, dikush më thon thjesht ky njeri ka dyshim në atë se çka ka ardhur Allah, pra çka ka zbritur Allahu dhe çka ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për një atë Allahu tha, besimtar të vërtet janë ata të cilët besojnë Allahun dhe pejgamberin, thumë lem yartab. Nuk kanë dyshime në saktësinë dhe në asgjë se në atë çka ka zbrit Allahu dhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Momenti që ne lexojmë kur ajetin ku thot Allahu wa innahu lekitabun aziz. Kjo fe, ky islam dhe ky libër është i madhërisëm, la ya'tihi al-batilu min bayna yadayhi. Nuk i vjen asnjë e kot, as nga para, as nga mbrapa. Pra, bayna yadayhi, wala min khalfihi. Pra, është i fortifikuar dhe është i mbrojtur nga çdo e kot. Tanzilu min hakimin hamid, kjo është shpallje prej të urtit që meriton të gjitha lavdet. Momentin që njeriu ky ajet reflekton pra e beson në mënyrë praktike në jetën e tij, çdo thirrje që thret dhe çdo dyshim që hidhet kundër islamit, kundër pejgamberit, kundër sunetit dhe çdo gjaje, kjo do të jetë do të mundet me rezistu. Momentin që ky ka dyshime, a është asaj të kështu me radh, ky i gulltit këto sprova dhe këto dyshime dhe me kalimin e kohës, pra mund që edhe të ndikoj dhe të ndrojnë komplet kahjen. Çka është bindja? Bindja është një pohim apo besim i prerë dhe i palëkundur. Dhe bindja është fjalë e zemrës para se është fjalë e gjymtyrës.
Pra, bindja është thelbi dhe esenca e çdo vepre të zemrës. Dhe e kundërta është dyshimi. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për banorët e xhenetit, dhe unë mendoj se duke lexuar këtë ajet e gjeta pra sot në këtë kohë thosë ka zbrit për këtë kohë. Kur flet Allahu subhanahu wa taala për banorët e xhenetit që do të bisedojnë mes vete dhe do ta kujtojnë jetën e tyre në këtë botë, thotë: fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Do të rrinë banorët e xhenetit njëri me tjetrin dhe do ta pyes njëri tjetrin. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Unë në këtë botë e kisha një shok. Inni kana li qarin yaqulu a innaka la min al musaddiqin. Dhe më thoshte mua duke qenë në këtë dunja, më thoshte a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Më thoshte ai beson ti përmend ditës kiametit, ringjalljes, pasi të bëhemi dhe të hyjmë në varr, të bëhemi eshtra dhe kështu me radhë. Ai beson ti këtyre gjërave dhe sot dëgjojmë që bota s'ka ringjallje, askush nuk është kthy nga atje, pa këto janë pralla. Kurani është i shkretirës, është domethënë emër thojza të emancipimit, modernizimit, civilizimeve dhe kështu me radhë mundohen që t'i ngjejnë Kur'anit lloj të mete. Allahu subhanahu wa taala i përshkruan këto kategori njerëzit dhe thotë: qala hal antum muttaliun, a doni me ardh mi pa këtë person? Pra njëri prej banorët e xhenetit i thotë njëri tjetrit: a doni me ardh mi pa këtë person? Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Shkojnë e shohin thotë dhe thot ai është në mes të zjarrit, Allahu na ruajt. Qala tallahi in kitta la turdin. Pasha Allahun, për pak ke qenë edhe mu duke më marrë në atë ku je ti. Pra me këto dyshimet dhe me këto gjërat që i thojshe. Laula ni'matu rabbi, po mos të kishte qenë pra mirësia dhe dhuntia Allahut për mu, la kuntu minal muhdarin, do të isha prej atyre që je edhe ti. Pra u qeshin dhe talleshin me atë që ka ardhur Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo ka zbrit në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po thjesht mendoj se shumë lehtë mund ta zbresim këtë ajet edhe në jetën tonë dhe në kohën tonë. Pra bindja është dituri e plotë dhe e sigurt pa asnjë dyshim në aspektin e gjuhës, ndërsa në aspektin fetar është i'tiqadun jazim, pra besim i prerë, i'tiqadun jazimun thabitun la ya'tari shak wala taraddud, që përputhet me realitetin dhe që e mbush zemrën me qetësi duke e larguar çdo hezitim apo dyshim. Pra fryt kryesor i bindjes është që ta mbush zemrën me qetësi. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ato të cilët kanë besuar dhe zemrat e tyre qetësohen bi dhikrillah, me përmendjen e Allahut. Këtu nuk ka për qëllim vetëm përmendjen e Allahut subhanallahu alhamdulillah. Mirë, po këtu ka për qëllim qetësohet zemra pra komplet fen në tërësi. Dhe lidhja e njeriut me fe e qetëson zemrën e tij. Dhe jo vetëm përmendja e Allahut siç njihet tek populli me dhikr, po lidhja e përgjithshme me fe. Kur flet Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, për bindjen thot: el yaqinu yantadhimu minhu amrani ilmul qalbi wa amalul qalb. Bindja përban dy gjëra: diturinë e zemrës dhe veprën e zemrës. Pra Ibn Taymija ka qenë një nga specialistët, mund të themi, që ka folë për këtë punë. Mu për këtë pastaj ishte ndikua dhe nxënësit Ibn al-Qayyimi, siç njihet Ibn al-Qayyimi, njihet mjeku i zemrave. Mirë, po shumicën e diturisë dhe kështu me radhë, Ibn al-Qayyimi ka marrë prej hoxhës së tij Ibn Taymijas. Ibn Taymija thot: bindja thot përmban dy gjëra: diturinë e zemrës dhe veprën e zemrës, sepse robi mund ta di një çështje me dije të prerë të sigurt, por megjithatë në zemrën e tij mund të ndodhë një lëvizje ose luhatje që lidhet me veprën që e kërkon ajo dije. Pra ka mundësi një njeri, thot Ibn Taymija, ta din diçka, mirë po mos të veprojnë me atë çështje. Pse thot kja Ibn Taymija? Arsyeja është bindja. Pra ky njeri e ka bindjen e dobët. Dhe bindja e tij nuk arrin që ta aktivizoj këtë person që të veproj. Dhe këtë e kemi në jetën tonë
të përditshme. Ka mundësi një njeri din shumë gjëra. Mirë, po kjo nuk është dije, por kjo është informacion. Ka informacione për shumë gjëra, ndoshta din edhe më shumë se sa ti, informacione. Mirë, po kur e shef në jetën e tij praktike, fare nuk vepron nga ajo që din, nga ato informacione. Thjesht, ky person ka informacione, mirë po nuk ka bindje, nuk ishte i bindur në ato gjëra, sepse po të kishte qenë i bindur në ato gjëra, ky kishte vepru. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manazil, ala inna sil'ata Allahi al-ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-janna." Men khafa, kush ka frikë, thot vazhdon dhe ecën, vazhdon punon për Allahun subhanahu wa taala. Men khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manazil. Dhe kush vepron pra arrin në shkalla. Dhe shkalla më e lartë pra është xheneti, edhe pse thot artikulli i Allahut është i shtrenjtë. Pra ka për njerëzve që e din vlerën e namazit, e din rrezikshmërinë e lënies së namazit, e din vlerën e sadakasit, e din shumë gjë, e din vlerën e zakatit, e din rrezikshmërinë e mosdhënies së zakatit, e din vlerën e haxhit. Do thonë ka njerëz që i din këto. Mirë po nuk kanë bindje që kjo bindje mi motivu dhe me marrë hapa konkrete për me vepru. Pra, mu për këtë ka dallim mes informacionit dhe diturisë me bindje që të ngrit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala për një person që ka pas emrin me Bel'am ibn Ba'ura. Ky person të nderuar vëllezër dhe motra ka qenë nga jehudët, nga hebrejët, prej popullit të Musait alayhis salam. Çka thot Allahu për të? Thot Allahu, thot watlu alehim naba alladhi ataynahu ayatina. Kujtoni, pra tregoj atyre hebrejve dhe gjithë popullit, të cilët thot për njeriu, pra për këtë që e përmenda Bel'am ibn Ba'ura, për njeriu të cilët ne i mësuam shpalljet tona. Ky njeri i dinte shpalljet e Allahut subhanahu wa taala. Fansalakha minha, mirë por u largua prej tyre. Fa atba'u ash-shaytanu fa kana min al-ghawin, dhe e pasoi pra shejtani dominoi te ky person dhe ishte prej min al-ghawin, ishte prej të humburve, jo prej të devijuarve. Se i devijuar mund që mos të kesh dituri prej në esencë informacion, pa thënë kushtimisht. Do shta i humbur është ai që fillimisht ka informacion, ka dituri, mirë po nuk punon me atë dituri apo e lën të punuarit me atë dituri. Pra, mes të Allah nuk thot tu kene min ad-dhalin, ishte prej të devijuarve, por thot ishte prej të humburve. Sipas shumë komentatorëve të Kur'anit, ky ishte një dietar hebre, bashkohës i Musait alayhis salam. Zoti pra i kishte mësuar emrin e vet, një prej emrave të Allahut, që kur e përmendte këtë emër, u përgjigjte Allahu subhanahu wa taala lutjes së tij. Musa alayhis salam e dërgoi këtë person tek mbreti i Medjenit, që ta thras në fenë e Musait, në Islam. Kur shkoi tek ai mret, ky mret nuk e pranoi thirrjen e këtij personit dhe e joshi atë me pasuri, dhe ky person u kthy në fenë e atij mretit. Por atë Allah subhanahu wa taala thot fa kana min al-ghawin, ishte për të humbur. Pra e pat informacion për shpalljen që Allahu subhanahu wa taala i zbriti. Mirë po, nuk ishte i bindur në atë gjë. Momentin që u parashit dunjaja, pasuria dhe kështu me radh, e joshi dhe e la atë dhe u kthy në fenë e atij mretit. Sot të nderuar vëllezër, ne shumë dëgjojmë si ka mundsi një njeri ndoshta ka qenë i udhëzuar dhe tash e ka lënë udhëzimin dhe kështu me radh. Për arsye të ndryshme, dikush shkak i pasurisë, dikush shkak i dyshimeve. Dhe me thonë, mirë po të gjithë këto e kanë një barazim. Ajo është bindjen nuk e kanë pas pra të fortë. Ose nuk kanë pas bindje hiç, nuk mund të themi ndoshta bindje kanë pas, mirë po nuk e kanë pas bindjen e mjaftueshme që me rezistu dunjas
interesit të kësaj bote, me rezistu dyshimeve se ka dikush as nuk është i dhanur mas pasurisë, as nuk është i dhanur mas pozitës, ashtu, mirë po i vijnë disa dyshime dhe e lën këtë fe. Pra, rezultati i kësaj është bindja e dobët. Pra, ky nuk ishte bindje të mjaftueshme ta kuptonte se atë çka posedonte, pra Islamin ishte më e shtrenjtë se çdo gjë që ka me të ofru. Është më e shtrenjtë se kjo botë dhe çka ka në te. Momentin që njeri nuk e ka këtë bindje dhe mendon ka dyshime dhe mendon se ka diçka më të shtrenjtë se Islami, se kjo fe, se shpallja, se suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ky njeri pra mundet që të dominoj kjo gjë ana tjetër dhe kjo shkan luftë pastaj e vërteta me të kotën derisa ta mujnë ose këtij person i forcohet bindja dhe i mund këtë anë ose ky person pra joshet me gjë me arsye apo me dyshime të kështu me radhë dhe e mund të kundërtën. Pra të nderuar vëllezër, Allah thot walau shi'na la rafa'nahu, nesi kur do të donim, ne thot e kishim ngrit. Me çka kishim ngrit? Me dije, pra dhe me bindje, walakinahu akhlada lil ard, mirë po ky njeri u dha pas jetës së kësaj bote. Ila al ard wattaba hawahu, dhe i pasoi epshet, wattaba hawahu, pra dhe pastaj tregon fe mathaluhu ke mathalil kelb, shembulli i tij, shembulli i qenit, Allah na ruajtë dhe kështu me radhë. Pra, për këtë Abdullah ibn Mesudi kur e definon bindjen çka thot? Sabri, durimi është gjysa e besimit, ndërsa bindja është i gjithë besimi. Momentin që ka bindje të fortë, është i palëkundur ndaj çdo sfide që e godet. Momentin që bindjen nuk e ka, dhe ne do të flasim inshallah ligjëratën në radhës për llojet e bindjeve, sepse kemi bindje që nuk ban pa te nuk je musliman, dhe kemi një bindje që është varësisht prej imanit dhe është relative. Pra nuk është kusht që njeriu me qenë pra besimtar. Sepse në jetën tonë praktike, ne e dim për shembull vlerën e namazit me xhamat. Ne e dim vlerën e sabahut, e dim vlerën e sadakas, e dim. Mirë po kur vjen në çështjen tonë praktike, shumë prej nesh nuk bën gjëra të tilla, nuk përgjigjet namazit me xhamat, nuk den sabat, nuk jep sadaka, kështu me radhë. Kjo është se bindja nuk ka arrit në atë nivel që mi shti këtë një person me vepru. Ende e ka bindjen e dobët. Dhe isha ja kundërt ajo bindja thelbësore, themelore që pate nuk bën pra imani dhe nuk prandohet Islami. Kjo është në mënyrë të shkurtë çka ka të bëjë me rëndësinë e bindjes. Ndërsa inshallah me lejen e Allahut, ligjëratën e ardhshme do të flasim për metodat që si shtohet bindja dhe maratibul yaqin, shkallët apo kategoritë e bindjes. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.